Si ndodh që shumica e kolegëve të tu dhe kolegëve të mi të punojnë dy punë dhe madje njërin prej tyre jashtë profesionit? Pse ndodh që kolegët e mi dhe kolegët e tu në fillim pa ditur kushtet që ofroheshin nga platforma Nursing Aid, kërkonin të ndryshonin diçka në jetën e tyre, por nuk dinin tamam sistemin ose mënyrën se si ta ndryshonin. Tashmë ata që janë bërë pjesë e platformës e kurseve që ofron platforma Nursing Aid e kanë marrë orientimin dhe e dinë në cilin drejtim duhet të shkojnë për të ndryshuar mënyrën e të ardhurave të tyre se si t'i fitojnë, mënyrën se si shkojnë drejt suksesit, gjithashtu edhe mënyrën se si duhet të rrisin vetbesimin i cili automatikisht lidhet edhe me financat të cilat shtohen me rritjen e vetbesimit. Unë jam Alida Rama, jam eksperte në fushën e trajnimit të infermierëve për sa i përket rrugës drejt një jete të sigurt financiare, jete të pavarur dhe jete gjithashtu të suksesshme. Ofrojmë kurse për gjithë infermierët të cilët duan të ndjekin gjithashtu këtë rrugë. Por si shpjegohet që disa kërkojnë të shkëputen nga turma dhe të tjerët presin për një vend pune. Nëse do të mësosh se si e zgjidhin infermierët këtë problem, ju ftoj të ndiqni videon e cila është e vendosur në të link.